Në rrugën Besim Bishtazhini, kjo hapësirë është qëndruar në një deponi ilegale të mbeturinave. Në këtë vend janë grumbulluar mbeturina të llojeve të ndryshme, duke krijuar ndotje të madhe dhe shqetësim për banorët që jetojnë përreth. Ata shprehen se kjo gjendje nuk është as pak e mirë për shëndetin dhe jetën e tyre të përditshme, pasi përveç ndotjes vizuale, mbeturinat po shkaktojnë edhe erëra të pakëndshme dhe rrezik për përhapjen të infeksioneve. Sipas banorëve, mbeturinat nuk hidhen vetëm nga ata që jetojnë në këtë zonë, por edhe nga banorë të lagjeve të tjera, të cilët këtë vende kanë shndruar në një pikë për hedhjen e mbeturinave. Kjo situatë sipas tyre po vazhdon prej kohësh pa asnjë ndërhyrje konkrete nga institucionet përgjegjëse. Banorët apelojnë tek institucionet komunale që të reagojnë sa më shpejt, të pastrojnë këtë hapësirë, të vendosin masa parandaluese dhe të xhobisin personat e papërgjegjshëm që po ndothin ambientin. Ata kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme në mënyrë që kjo zonë të mos shndrohet sërish në deponi ilegale dhe të sigurohet një mjedis më i pastër dhe më i shëndetshëm për të gjithë.